Në seancën parlamentare që nisi dje në orën 10 dhe ka përfunduar sot në orën 4 të mëngjesit, miratuan buxhetin e vitit 2026 së bashku me paketën fiskale. Po ja u them me fjalë të thjeshta. Kjo paket prej 9 ligjesh kthen taksat e mbledhura nga qytetarët në paga, pensione, investime në shëndetësi, investime në punë publike. Buxheti parashikon 823 miliard lek të ardhura dhe gati 887 miliard lek shpenzime, pra me një deficit prej 63 miliard lekësh, pra një ekonomi që rritet, por pa e quar borxhin jashtë kontrollit. Ka një motor ekonomik prej 180 miliard lek investime, të cilat do të jenë investime që sjellin ndryshimin e jetës tonë të përditshme në terren. Ndërkohë për familjet shqiptare në këtë buxhet janë parashikuar paga 140 miliard lek, ku duke nisur nga 1 janari 2026 paga minimale do të rritet në 50.000 lek, për pensionistët fondi i pensioneve do të jetë diku te 204 miliard lek, ku do të jetë indeksimi dhe gjithashtu edhe një bonus mujor. Ndërkohë për shëndetësinë është parashikuar 67.3 miliard lek në mos gaboj, ku ka dhe shtesën e barnave onkologjike. Paketa fiskale vjen me një parim, nuk ka taksa të reja, por ka rregullat e qarta që formalizojnë më shumë ekonominë. Fermerët do të përfitojnë kombesimin e tyre prej 10% të TVSH-s. Ndërkohë që kush ka nevojë mundet të bëjë dhe një rivlerësim të pronës në 2026 duke bërë përmes përkundrejt pagesës për 5% të vlerës së rivlerësimit. Si ministër për parlamentin t'ju informoj që kemi rrëzuar të gjitha amendamentet e opozitës, 90 amendamente, sepse nga njëra anë kërkonin të rrisnin të ardhurat me 18 miliard lek, ndërkohë që shpenzimet i kishin diku ke 280 miliard lek. Buxheti i vitit 2026 është nga buxhetet më të mira që ne kemi, që na lejon të rritemi, por pa pasur asnjë borxh që t'ja u lëmë fëmijëve tanë.